Pasur tjerë. E lëm pas të ngrohet dhe marrim produtin e parë që është Por them imët. Sepse produkti vetë nuk na jep hapësira për ta bërë shumë trash. Nga që do kombinohet. Okej. Gjë e parë që do të bëjmë? Ta përdisim qepet e Bëjmë qepet. Kur është produkti fort? Speci. Okej, presim sa më hollë. Përftojmë çfarë masë? Bikun e imët. Rrëtë më ndihmo pak bora me pellikulën. Këtë i them ku biki imët, nuk i them në një formatë tjetër. Ndërkohë që tigani vazhdon fiton temperaturë, unë pres produktet, okej? Jemi të qartë. Po nuk e lemi temperaturë të qartë, asu se kontrolli dot. Që ka përdis? Leqë, fare, leqë, sa më leqë. Dhe të shtojmë ingredientet e spesit. Okej, shikoj. Ndërkohë, marrim kumullin. Edhe me kumullin do preferojmë më shumë pjesën e jashtme se saturin, duke I bërë dhe ato kubiket. Ata që punoni këtu shikoni edhe pjesën titane, s'ka një kështu. Temperaturën e vetë. Kemi kuskusin, të qartë. Por para se të shtojmë gjëra të tjera, të marrim keri. Keri kulturë aziatik, që bëhet me shumë gatime ndryshme. Do të kusim në një herë të caktuar, me pak sasi panaje. Okej, dizet. Do shtojmë pana. Okej, do shtojmë pana. Mirë nuk gjedet vetëm? Do na duhet dhe çfarë tjetër? Një frust. Luga? Mjaftueshëm për gjithë masën duhet të jetë më shumë se një lugë. Normal. Arsyeja pse përdoren frusta është të eliminojmë sa do pak pokrizat që mund të përtohen panës bashkë me pjesën e lurit tjetër. Për të qesër në të sigur do të shtoj pak fare krit. Ma të frutës bëhet mundur razimin e saj. Dhe I lëm për disa minuta sa të rështë një pak të njëra tjetër. Dhe testojmë një pasërje me pjesën e kryt. Krytës. Gjë më kryesor që do të kemë, vazhdo të ashtë. Pas të vazhdoj të që. Temperaturën e kemi në rregull. Në krena të një të shtojmë ujë për ujë duke një vajtuar, nuk njësim për një gjë. Nuk dhe alet në pak minuta. Tashmë, erdhi rada kuskusit. Sa e thamë temperaturën për një person, për një individ? Sa është temperatura kuskusit? Ora. Për një pjatë më sakë, sepse unë thash që kjo shërbet për 2 deri në 4 persona, mund të jetë individuale, mund të jetë kontorna, e tjerë me radhë. Por nuk mund shtojmë më shumë masë se logjika e caktuar. Dhe unë shërbet të jetë me logjikë deri në 100 gram. As për pak as më shumë. 100 gram, dhe temi është me sytë lirë, me të lloj trajte, sepse të thotë, duhet të cyre dhe të tekën pak. Dhe unë do merrem thjesht me tranzimin e saj tani. Në ndes pak temperaturën e vatrës, duke mbajtur në distancë prej pasere dhe duhet një kapërdisje e saj. Marrin në shijen dhe aromat e tjera. Dhe këtu sërish do shtoj një sasi shumë të vogël të kripës dhe pak fare për peng. Okej?
Dhe këtu s'më të mënë se ka një përqësit. Aty shtopën. Kontrollojmë një pas herë dhe krahun tjetër të salcës. Ato edhe pak. Shkruan bitet kjo. Po këtë ujë po të të shgatë të më vaj. E fikim. Dhe merrem pjesën tjetër të produktit. Morëm nga grupi i parë të gjithë të kakë mozzarella. Dhe pastaj pjata nuk e lën produktin e mozzarellës. Pasi e vogël, nuk kemi pse abuzoni. Ose mund të ketë asi shumë të vogël. Do preferoja të kishte ullin të freskët, se sa ajo është. Se sa ullin që janë të konservuar, se kanë aromë shumë herë të fortë. Nuk shtonin dhe disa sopë të të vogël, nuk shtonin dhe kakaleca. Por kjo vjen si pasojë e një pjatë të caktuar që neve do kemi në përdorim. Recetës. Presëm kallë të bërë sa të kemi mundësi. Bashkojmë dhe këto. Marrim dhe pak fara misër, që është elementi i fundit për të suës. Shikojmë pjesën e ujit tashmë. Do shtojmë shumë se fjartushëm. Do shtojmë për të masën deri në sasinë që do kërkohet. Dhe unë pretendoj që nuk është më shumë se sa një karushë. Do k'i bërë gati dhe perdiku në tashmë. Ok? Kjo është masa. Direkt të duhet të shtojmë perdiku. Çfarë ndodh? Ka temperaturë e lartë që ka si jena vetë, por dhe produktin në vërtetësinë e saj dhe filloj të afitë komplet, siç është origjina zakonisht. Dhe, mbas të ketë përfunduar procesin e kësaj, dhe bëjmë të mundur shkriftimin, shtuar dhe produktet tjera që nuk do të dohen vetëm. Në atë duhet një pjatë, për ta servirur, një formë, dhe preferoja në rast. Forma që ka zgjuar djalë është kjo. Pjata është e bardhë, unë preferoj gjithmonë pjatat e bardha që të keni mundësi për t'i dhënë dekor, për t'i dhënë pamje produktit. Mos t'i japi pjata, pra t'jeni ju ata që e ndërtoni pjata. Dhe më pas realizimin sipas disa pije koprej të vogla këtu në refer. Okej, shoh që lagështira kemi parë në krahun tjetër, shikojmë. Kjo është salca që duhet kombinuar. Nga momentin i parë që ne e testojmë që kemi gati, okay, është mjaftueshëm. Shikoni se u kthye. A kjo këtu? Po, gjërët. Dhe të shpojmë, si tash ingredientë të tjerë me vërë. Kom salatë, dhe kjo është vetë të këtojmë në të qekë. Çfarë do të të? Kush proces është? Procesi shkriptimit dhe po të shtoj javë shumë ujë, çfarë do ndodhë? Shumë herë më e qupët dhe e bestisë të këshiuar. Jo duk pak si masën budin varë, po shiko se sa shtanë. Shuna? Skaj gjë. Atere, i ka një djetë poshtë, pjesa i pjatimit, i ka një djetë poshtë, mund të me rreth ose pa rreth, shumë si ka.
me rregull, mund të jetë dhe çrregull, është në varësi të asaj që ju preferoni. Të dhe sasije që unë kam zgjedhur, pretendoj dhe do është logjike që konsumohet individuale, nuk konsumohet një për dy, sepse është shumë pak. Kjo do jetë në sasi pak më e madhe, do jetë të themi ndërtuar në formatin siç kemi thënë, një pjatë për 2 veta, 4 veta atje me radhë. Okej, bëjmë një ngjeshje të mirë që kur të heqim rrethet mos të dalin. Okej, e tillë. Japim pak vetes hapësirë, duke bërë të mundur të realizimin e kujt. Tashmë. Dekorit dhe mbi të gjitha salsës së kerë. Pak të vallë, në temperaturë, dhe disa që të kohë në gradë tjetër. Por të bërë të mundur dhe çfarë? Pjesë shije në vazhdim. Duhet të lezetshme si pjatë? Të shijshme? Ta provojmë. Kjo është pjata. Thjesht nuk do të doja që të kishit le themi konfuzione për realizimin e saj. Gjëja kaq me tonin ndajmë për të shtuar, për pas fillon punë. Nëse jeni gati për punë, zikim vatrën, shton bulionin. Mos citoni sepse gabimi i vogël dhe gushtoj. Si në pjesën e shijes së kuskusit, por si dhe në pjesën e braqit të saj.